Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi ditën e sotme në kanalin Monitor TV për të komentuar mbi ngjarjet që ndodhen dhe po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit. Një acar i tmerrshëm nga ana e Mirit erdhi natën e mbrëmshme, një heshtje nga ana e Rogertit në fund të Prime-it. Tani, a u bë xhelos Miri që Selina po shkon në finale? Jo. Që Selina po shkon në finale, unë them që nuk është parë mbrëm, por është ditur që në ditën e parë. Tani, le të bëjmë një analizë të lojës së Selinës. Dinamika që ka patur Selina, luftra që ka patur Selina, debate që ka patur Selina, kryefjala që ka qenë në të gjithë shtëpinë, domethënë në për të gjitha cepat të shtëpisë ka qenë Selina, me patjetër që Selina do t'jetë e para që do shkon në finale. Por, çfarë ndodh? Tani, acarin e Mirit natën e mbrëmshme nuk e pash shumë tek pjesa e debatit, sa e pash nga ana e opinionistëve dhe nga ana e produksionit që s'kan që i bëjnë Rogertit dhe i bin Mirit. Domethënë në çdo Prime ka qenë ky fenomeni. Unë dua të jemi sinqert. Miri i ka ngrënë të gjitha ato fjalët i cili nuk ka pas të bën ndoshta me fjalët që i ka thënë Rogerti. Dhe të gjitha goditjet i ka marrë në momentin kur opinionistët kanë marrë qasjen kundër drejt Mirit. Nata e mbrëmshme, tek Miri ishte një moment që Miri, domethënë, u ndje shumë i cënuar dhe u ndje shumë i ofenduar nga situata që ndodhi me Selinën dhe nga situata me nënën e saj, ku produksioni nuk u dha dot të drejtën që ato të flasin, të arsyetojnë veten, dhe Miri aty doli shumë keq. Dhe ai nati sadopak që Miri nuk shkon i pari në finale, se normalisht kush do t'jetë i pari do të ketë një moment shumë glamur. Unë mendoj që Miri dhe Rogerti tani do të fillojnë dhe të ndajnë më rrugët e tyre, nuk do t'jetë shoqëria e tyre të paktën në këtë lojë siç ka qenë deri më tani, sepse Miri po e shikon që po degradon veten. Në shumicën e komenteve shikoja që produksioni ja ka pas dhënë fjalën Miri që do t'ja jepte lojën, por po e shesin lojën tek Selin, etj. Sido që të ndodhte situata e mbrëmshme, le të jemi pak më të sinqert, Selina, siç e thash, domethënë në finale është. Nuk mund të mos jetë në finale fenomeni Selina, që ka trazuar të gjithë shtëpinë, që ka thyrë rekorde dhe që po mban namin. Por unë mendoj që në këtë Big Brother duhet ta fitojë një femër, sepse kanë fituar gjithë meshkujt dhe produksioni po e suporton Selinën për ta fituar dhe mirë do të bën, nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse ka qenë atraktive në maksimum dhe realisht e meriton këtë fitore. Por Rogerti dhe Miri e shikoj që ndjen të kërcënuar nga ana e produksionit dhe jo më kot, domethënë ishte e bërë ajo loja mbrëm që gjasme do t'jetë një prilli për Monikën. Unë mendoj që Rogerti ja dha disa mesazhe Monikës që Monika të mos të bën gabime dhe ta mbështetën Rogertin, por e shoh Miri që e ndjen veten të djegur dhe e ndjen veten që imazhi i tij dhe fytyra e tij po ulet në tokë. Tani unë e kam thënë gjithmonë, ato të cilët mua më ndjekin nga fillimi deri më tani e dinë shumë bukur se çfarë kam thënë unë. Unë e kam thënë Miri nuk luajti për vete. Miri ja dha të gjithën lojën Selinës, e ngriti Selinën në lojë, sepse po të mos ishte Miri, Selina domethënë e kishte shumë të vështirë të qaset. Miri nuk u mor me lojën e tij, Miri nuk tregoi strategji, Miri nuk tregoi ndonjë lojë, Miri tregoi vetëm që shkon mbrapa Selinës edhe që pi cigaren në verandë. Asnjë gjë tjetër nuk ka treguar. Dhe në momentin që u nda nga Selina, Miri s'kishte çfarë të bën dhe rasti leckë e Rogertit. Rogerti po e përdorën si të don vet, sepse Rogerti është vet lideri vetes vet, vet lideri grupit vet. Rogerti nuk lejon që dikush tjetër të jetë lider, dhe tani Miri nuk e kontrollon dot veten. Dhe tani mbrëm, Miri e pa veten se sa keq është dhe ku po shkon ai. Domethënë një artist me gjithë ato vite po degradohet në Prime, po degradohet në formën më të keqe. Dhe duartrokitje të mëdha të publikut e bën Mirin që Miri të ulet edhe të dëgjon veten dhe të thotë çfarë po ndodh me mua. Unë mendoj që Miri e ka kuptuar se jashtë po del shumë grop.